po ashtu edhe me vuvuzela, ndërkohë që dy ministrat u shprehën se qeveria i ka në konsiderat kërkesat e tyre, por ritheksuan se shqiptarët i kanë dhënë, votuesit i kanë dhënë një tjetër mbështetje të fuqishme Partisë Socialiste për ta qeverisur vendin edhe në 4 vitet e ardhshme, ndaj nuk shohin asnjë arsye për dorëheqje, ndërkohë që përgjigja ime për këto protestues, tha Ibrahimaj, janë pikërisht aktet, vendimet e miratuara gjatë ditës së sotme në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. Vjojmë të ndjekim marshimin.
Mirë vion, jemi në transmetim të drejt për drejt me protestën qytetare në ditën e 27 të saj. Në këtë momente vion marshimi, sikundër ne bëm me dije dhe transmetuam drejt për drejt, pati një sër fjalimesh të ditës së sotme, ishte fokusi fillimisht edhe tek çështja Çame për shkak të 82 vjetorit të gjenocidit grek ndaj shqiptarëve të Çamërisë, e nga ana tjetër pati edhe fjalime të tjera, pati shqiptar, emigrant, student, të cilët ngritën shqetësimet e tyre, të tjerë protestues që sollën në vëmendje probleme që kanë të bëjnë me sistemin e shëndetësisë. Një prej protestuesve u ndalë edhe tek drafti ligjor sa i përket mundësisë që do të kenë të huajt për të blerë toka në Shqipëri, duke thënë se për shkak të keqeverisjes janë larguar banorët e fshatrave, tashmë do të mund të kenë fqinj serb apo dhe iranian. Jemi populli më pro-amerikan, theksuan gjatë fjalimeve protestuesit. Ata nënvizuan se janë në revoltë kundër kryeministrit, por janë në mbështetje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. I bën thirrje kryeministrit Rama të japë dorëheqjen e të mos bëj pazar me Shqipërinë. Ndërkohë, një mësues në fjalimin e tij tha se Rama do t'ik, lumi popullor do t'i pastroj pislëqet e kësaj qeverie, nuk do të ndalemi, vjoi thirrja dhe deklarata e këtij protestuesi, por edhe të tjerëve, deri në largimin e kryeministrit Rama. Po ashtu edhe aktivisti Arben Kola, ky i fundit që e kemi parë vazhdimisht orientoi protestuesit përmes megafonit në nisjen e marshimit, qoftë fillimisht drejt kryeministrisë apo edhe pas përfundimit të fjalimeve, u ndal tek një problematik sipas tij që ka të bëjë me takimet, u bëri thirrje të mos gjobisin dhe shantazhojnë bizneset, duke thënë se mjaft punonjës të kësaj administrate sipas tij janë subjekti SPAK. Ndërkohë, Kola, por edhe protestues të tjerë i kërkuan prokurorisë së posaçme të veprojë sa më shpejt. Ta rrëzojmë Ramën brenda një muaji e ta shpallim non grata, madje të mos vijojmë në këtë mënyrë me protestë paqësore, por të shkojmë në përshkallëzim të lëvizjes deri në bllokim të porteve dhe aeroporteve. Ishte kjo një thirrje që bëri emigranti shqiptar i cili ishte bashkuar protestës gjatë ditës së sotme. Kanë marrë fjalën po ashtu edhe të rinjt, studentët, të cilët thanë se kryeministri e ka kthyer Shqipërinë në një republikë bananesh, në një narkoshtet. E vënë theksin gjatë fjalës së tyre protestuesit se rritja e pensionit është më e vogël në Shqipëri, pra është në nivele mjaft të ulta, duke u referuar edhe lajmit të ditës së sotme që vënë me dije ministrat në përfundim të mbledhjes, se do të ketë një indeksim me 2.7% duke nisur nga një korriku për të gjitha pensionet e pleqërisë, por edhe pensionet të tjera të invaliditetit apo edhe kategoritë të tjera që përfitojnë nga mbrojtja sociale. Gjithsesi, indeksimi nuk është një rritje e pensioneve, është një detyrim ligjor që e ka çdo qeveri për ta indeksuar në raport me inflacionin, pra si një masë mbrojtje për pensionistët, për të moshuarit, lidhur me rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore. Do të hyjë në fuqi nga një korriku i këtij viti indeksimi me 2.7%. Vjojmë të jemi me pamjet e protestës, ndërkohë që për nesër kanë njoftuar se do të jetë një protestë më madhështore, do të jetë pjesëmarrje jo vetëm të qytetarëve nga Tirana dhe rrethinat, por edhe nga rrethet më të largëta, pritet t'i bashkohen po ashtu edhe
nga shtetet të tjera ku jetojnë e punojnë prej vitesh. Megjithatë, një protestë madhështore është njoftuar se do të jetë në 4 korrik. Pritet të ketë një organizim të shqiptarëve të diasporës për të bashkuar kësaj proteste. Në fakt që nga dita e parë, paralelisht me protestat në kryeqytet, janë zhvilluar protesta edhe në rrethet të tjera, por në kryeqytete europiane, organizuar nga shqiptarët që jetojnë e punojnë atje, madje edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë organizuar disa protesta radhazi. Do të arrëzojmë këtë qeveri, si që është rëzuar muri i Berlinit, tha ndër të tjera protestuesit, i kërkuan diasporës të bashkohet, qytetarëve, tha një protestuese, po u bëhet presion, veçanërisht atyre që punojnë në administrat, por që kanë dalë hapur në mbështetje të protestës qytetare. Nuk kanë munguar thirrjet për largimin e Ramës. Her pas here ovacionet janë Rama në burg dhe Berisha në burg. Janë shtuar zërat që kërkojnë një përshkallëzim të kësaj lëvizje, gjithsesi aktivisti Kola edhe një ditë më parë bëri me dije se protesta do të vijojë në mënyrë paqësore, mbetet për parë nëse pjesa tjetër e grupit nismëtar apo organizator ndan të njëjtin mendim, deri tani duken në të njëjtën linjë. Nuk ka pasur, sikundër u pa disa net më parë, një mosdakordsi në lidhje me itinerarin që do të ndiqej në përfundim të fjalimeve, duket se tashmë janë më të koordinuar organizatorët të saj përket edhe marshimit. Vijojnë me thirrjet e tyre për largimin e kryeministrit dhe qeverisë që ai drejton. Priteramën se po vjen, o Helio, o Negev, Pritesamën se po vjen, o Ilir, o Negev, Pritesamën se po vjen, o Ilir, o Negev, Pritesamën se po vjen, o Ilir, o Negev, Pritesamën se po vjen. Ju e të fundi! 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 Ju e të fundi!
123. Mirë, jemi ende me pamjet e marshimit, ndërkohë që si kundër ne kemi përcjellë në transmetim të drejt për drejt, janë ftuar më shumë qytetarë që t'i bashkohen protestës së ditës së nesërme, madje aktivisti Kola ka bërë me dije se do t'jenë edhe 5 eurodeputet në mbështetje të tyre, do t'jenë fizikisht në kryeqytet në protestën e të shtunës. Si kundër ka pasur mjaft thirrje edhe për përshkallëzimin e kësaj protestet, mos vijojmë në këtë mënyrë, duke qenë se nuk po shohin asnjë reagim nga ato që presin në lidhje me 5 kërkesat e tyre, duke nisur nga e para dorëheqja e panegociueshme e kryeministrit Rama. Ky i fundit vijon në mënyra të ndryshme të kundërpërgjigjet, madje edhe ti ironizoi protestuesit, por duke nënvizuar se nuk e ka në plan, nuk e konsideron një hap të tillë, pasi mbështetjen e një viti më parë referuar rezultatit të zgjedhjeve e konsideron si një kontratë edhe për 4 vite të ardhshme, pra mbeten dhe 3 vite nga ky mandat qeverisës, derisa vendi të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Do t'jemi sërish në një lidhje me kolegen Klejda Muka. Klejda, ku keni mbritur në këto momente, cili është orientimi, itinerari, si pritet të vijojmë më tej marshimi? Dafina, përshëndetje sërish. Itinerari që protestuesit bërën me dije që pas përfundimit të fjalimit është edhe rruga që po ndiqet aktualisht. Aktualisht grupi i protestuesve ndodhet në zonën e Alidemit, po i afrohemi dal nga dal policisë së shtetit, aty ku të tjetë le të themi stacioni i radhës i protestuesve për të vijuar më pas drejt urës së Brylit, më pas nga Ministria e Jashtme dhe duke u kthyer sërish në kryeministri. Organizatorët bën me dije se është zgjedhur qëllimisht një rrugë e shkurtër marshimi për shkak se edhe pse ndodhemi në orën 21:40 të mbrëmjes, temperaturat duhet thënë janë ende të larta. Sikurse çdo natë tjetër gjatë marshimit, qytetarët në fakt i bëjnë thirrje personave të tjerë që i ndjekin nga rruga ose nga kafja që t'i bashkohen protestës së tyre, ndërkohë që sikurse mund ta përcjellim në fakt nga çdo balkon thuajse dalin persona, kryesisht janë të moshuar, që nuk i bashkohen dot protestës fizikisht, por dalin nga balkonet e tyre duke shprehur mbështetje për protestën. Disa prej tyre nxjerrin edhe flamujt kuqezi duke i valvitur, ashtu sikurse edhe turma e protestuesve. Shqipëria kërkon revolucion është thirrja që po bëjnë aktualisht protestuesit, teksa i afrohen policisë së shtetit. Deri më tani marshimi ka qenë i qetë dhe pa asnjë incident, dhe duket se do të ndjekin rrugën që publikuan që në fillim, pra nuk ka pasur asnjë drejtim tjetër, le të themi, ndryshe nga sa ndodhi disa net më parë, ku patën organizatorët 2-3 rrugë të ndryshëm dhe u desh që protestuesit të zgjidhnin njërën prej tyre. Sikurse e thash, ky marshim do të jetë i shkurtër për të kthyer sërish te kryeministria, ndërsa paralajmëruan se dita e nesërme do të jetë akoma më e fuqishme për shkak se do t'i bashkohen shqiptarët nga të gjitha trevat, por theksojnë se protesta më e madhe do të jetë ajo e datës 4 korrik. Protestuesit duket se zgjedhin institucionet kryesore për të marshuar, për të dhënë edhe mesazhe. Kujtojmë që ndalojnë shpesh përballë Parlamentit të Shqipërisë, ku i kërkojnë deputetëve të Shqipërisë të dorëzojnë mandatet e tyre, ndërkohë që në çdo protest përmendet edhe akti i deputetes Mariana Koçeku, e cila u nda nga grupi socialist, le ta themi kështu, duke u shpallur deputete e pavarur, dhe të njëjtën gjë protestuesit kërkojnë edhe për pjesën tjetër të maxhorancës. Në këtë momente jemi vetëm disa hapa larg policisë së shtetit, aty ku pritet që protestuesit të ndalojnë për disa minuta për të vijuar më pas rrugën e tyre drejt Brylit, drejt Ministrisë së Jashtme dhe Kryeministrisë. Në fakt ka
efektiv policie të vendosur në pika. Posaçërisht që të kalojnë të marshojnë përpara drejtorisë së përgjithshme të policisë, nisur edhe nga procedimet penale, që kjo e fundit ka ndërmarrë. Një ditë më parë u bë me dije se janë proceduar penalisht në gjendje të lirë 11 protestues, konkretisht për protestat e 22 dhe 23 qershorit, akuzohen për bllokim të akseve rrugore protestuesit. Dhe ndoshta kjo është arsyeja që kanë zgjedhur të marshojnë, të kalojnë edhe përbrit drejtorisë së përgjithshme të policisë së Tiranës. Po në fakt kjo ndodh pasi grupi organizatorëve ju dërgon një email policisë së shtetit ku i kërkon leje për organizimin ose njofton, le ta themi më saktë, për organizimin që e parashikojnë deri rreth orës 22:00 dhe përpos këtij orari policia më pas nis procedimet penale kryesisht për persona të cilët udhëheqin turmën me pretendimin se ata bllokojnë akset kryesore të kryeqytetit duke shkaktuar kështu trafik dhe kaos për pjesën tjetër të qytetarëve të cilët nuk protestojnë. Sjellim në vëmendje që historia e procedimeve nga policia e Tiranës ka nisur që pas natës që ndodhi rekordi i marshimit të qytetarëve ku shkuan deri në afërsi të Rinasit, ku bllokuan tërësisht autostradën Tiranë-Durrës, e cila solli në fakt probleme për shumë qytetarë për shkak se është një rrugë tejet e përdorur që të çon drejt aeroportit të vetëm të Shqipërisë, ndërkohë që pas asaj, pasi protestuesit kalonin orën 22 dhe bllokonin rrugët e Tiranës, ka nisur procedimi për grupin që e drejton turmën. Pra në nisje, sikur se mund ta shohim edhe në këto momente, para protestuesve qëndrojnë disa persona të cilët i drejtojnë ata drejt marshimit dhe sipas policisë këta bën shkak që të bllokohen rrugët kryesore të Tiranës. Nuk e di sa mund të duket në pamje, por në këto momente jemi fiks në rrugën përballë policisë së shtetit. Mirë, Kleta, të falenderoj për gjithë informacionin e përcjell, në fakt për përcjelljen në kohë reale të gjitha asaj që ka ndodhur përgjatë protestës qytetare në ditën e 27 që nga grumbullimi tek sheshi Skënderbej e më pas marshimi në bulevardin Dëshmorët e Kombit, stacionimi përpara kryeministrisë e po ashtu edhe fjalimet e mbajtura gjatë ditës së sotme, sikundër ne kemi përcjell në momentin e marshimit drejt kryeministrisë, posteri pankarta kryesore që shoqëroi këtë marshim kishte të bënte me çështjen Çame, edhe për faktin se sot është shënuar 82 vjetori i genocidit ndaj shqiptarëve të Çamërisë nga ana e forcave greke. Ndërkohë janë mbajtur fjalime edhe nga emigrantë shqiptar, ata kanë sjellë në vëmendje një sër problematikash që i kanë detyruar të largohen jashtë Shqipërisë, me shumë shqetësim po shohin edhe një draft sa i përket mundësisë që jep të huajve për të blerë tokë në Shqipëri, duke qenë se për shkak të keqeverisë sa protestuesit, banorët e fshatrave janë larguar, tashmë ka rrezik që të toka të vinë t'i blejnë serb, iranian apo edhe të huaj të tjerë, duke bërë thirrje se Shqipëria nuk është për të shitur, duke kundërshtuar këtë draft të hapur. Po ashtu kanë përsëritur edhe kërkesat e tyre, 5 kërkesat që në krye të herës disa ditë më parë u bën me dije nga aktivisti Dritan Goxhaj, tashmë siç duket kanë vendosur t'i rilexojnë e t'i sjellin në vëmendje protestues të ndryshëm përgjatë ditëve të protestës. Ata kërkojnë në mënyrë të panegociueshme dorëheqjen e kryeministrit Rama, një qeveri teknike tranzitore jo politike 12 mujore, kërkojnë referendum popullor për ndryshime të rëndësishme kushtetuese që nga ligji për financimin e partive politike, kodi zgjedhor, po ashtu edhe kufizimi mandatit të ministrit në vetëm 2 të tilla. Kanë ritheksuar sërish edhe paketën e ligjeve që ka të bëjë me mundësitë që i ka dhënë hapësirë ndërtimeve në zona të mbrojtura, kanë kërkuar shfuqizim të paketës, anullim të paketës së maleve, po ashtu të ligjit për investimet strategjike, kanë kërkuar anullim të ndryshimeve ligjore pikërisht në ligjin për trashëgimin apo edhe atë për zonat e mbrojtura. Sikundër kanë bërë me dije se kërkojnë një kontratë të re sociale, një kontratë të re mes së shtetit dhe qytetarëve, një protestë tashmë e fokusuar kundër klasës së vjetër politike, kundër Partisë Socialiste, Partisë Demokratike, madje nuk ka lejuar as përfaqësues të partive të reja që të mund të mbajnë fjalime gjatë netëve të kësaj proteste, edhe pse këta të fundit janë parë të jenë prezente, të jenë në mbështetje të protestës.
Rama do ta marrë lumi popullor, do të pastroj pislëqet, ndërkohë si që është rrëzuar muri i Berlinit, do të arrëzojmë këtë qeveri, tha një tjetër protestuese, i bën thirrje diasporës të bashkohet në këtë protestë. Nesër është bërë me dije se do të jetë një protestë me pjesëmarrje edhe më të madhe, një protestë kombëtare, ndërkohë që një tjetër më madhështore pritet të organizohet të shtunën e ardhshme në 4 korrik. Aktivisti Arben Kola bëri me dije se do t'i bashkojnë kësaj proteste nesër edhe 5 eurodeputet. Mirë, ne do të vijojmë të përcjellim pamjet e marshimit, më pas ata pasi të kalojnë në gjithë itinerarin e paracaktuar, do të ndalen sërish përpara kryeministrisë për të shpërndar e nesër do të jetë po ashtu në orën 19 protesta e radhës, dita e 28 e saj. Unë ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët, bashkë natën e mirë, ndërkohë që në vijim do të mund të ndiqni sërish marshimin qytetar në akset kryesore të kryeqytetit. Viva, Sa e qeverisë! Viva, viva, Sa